duke organizuar me parat tuaja mira veprimtarit pa ligjshme në periudhë elektorale, duke arrestuar liderët e partive kryesore opozitare, duke përdorur tonelatat e drogës të karteleve dhe bandave të krimit, duke shtruar nën punësit e shtetit shërbëtor tuaj në policë të votës së lirë, duke falur 2 miliard euro, gjoba dhe kamata vetëm për karrigën e tij. Ai në një revansh të papar bëri gjithçka që të mbyll çdo hapësirë opozitës. Ai mendoi se projekti i tij Shqipëria pa opozit tani do të realizoj. Miq, rrallë njëherë ka ndodhur vetëm në disa vende të Afrikës që qeveritarë të bëhen multimiliardierë dhe miliardierë dhe qytetarë të varfrohen nga vitin vit dhe të braktisin vendet e tyre. Me parat tuaja, Edi Rama ka vendosur vellën e zezë të censurës, paguën mediat e tij të cilat glorifikojnë të keqen, thurin lavdi krimit të tij, demonizojnë opozitën, mashtrojnë qytetarët. Me parat që grabit ju, ky armik i egër i qenjes shqiptare kontrakton lobist, ish ministra, ish kryeministra, diplomat, ambasador, zyrtar të lartë, për deklaratat paguara, për mashtrime ndërkombëtare, për betejë kundër opozitës. Të gjitha këto, duke besuar se Shqipëria pa opozit është projekt që do realizojë së shpejti, po ja ku jemi sot, më të fuqishëm se kur, më të vendosur se kur në ekzistencën tonë, për të përmbysur këtë narkodiktaturë, një lloj si të përmbysëm etrit e tij 35 vite më parë. Miq, këto 2 javë në Shqipëri është zhvilluar një betejë pa shembull. Një prokuror guximtar pezulloi nga detyra zëvendës kryeministrin, njeriu më hajdut pas Edi Ramës në tërë historinë e kombit. Një gjykat turpi u ble, një gjykat supreme kryesore e kombit i hoqi jashtë çdo rregulli mas të pezullimit, e kthej Lubin në detyrë që të vjedh ditë e natë, e kthej Lubin në detyrë që të prish çdo provë, e kthej Lubin në detyrë që si banditët kërcënoj çdo dishpitar. Edi Rama me këtë akt, me këtë vendim që i diktoi gjykatës kushtetuese, na tha ne shqiptarve se unë ju kam vjedhë dhe do t'u vjedhë pa kufi, pa ndalshëm, sepse jam mbi ligjin, mbi kushtetutën, mbi gjykatat. Reagimi tjetër i tij, i pa shembull në tërë ekzistencën e pluralizmit. Miq, kërkesës për arrestimin e zëvendës kryeministres, pasi u shtuan afera të cilat
provojnë se Edi Rama dhe ajo së bashku kanë vjedhë shpërdorue dhe dëmtuar shqiptarët vetëm me ato afera 1.2 miliard euro. Edi Rama përsëri mbori pushtetin e parlamentit, blokoi parlamentin, blokoi heqjen e imunitetit, kreu grushtin e shtetit për të shpëtuar lëkurën e tij. Po miq, Edi Rama nuk lejoi dhe s'mund të lejonte kurrë të arrestoi Lubia, sepse e dinte mirë se i pari i dyti do jetë ai. Në fakt ai duhet ishte i pari, po i dyti do ishte ai. Edi Rama është autori i vjedhjeve të përmasave të pa imagjinueshme nga ne. Çfarë mësuam ne këto ditë? Ne mësuam se zëvendës kryeministria në ato teftere që janë gjetur deri sot ka mbi 300 apartamente, ka dhe 2 jahte luksi, ka 15 supermerkato, ka me qindra prona tjera. Por e vërteta është se nëse ajo ka mos këto prona, Edi Rama hyrin këtë ndërtesë pasi kishte depozituar në bankat offshore para të vjedhura 200 milion euro. Të kthyer në apartamente, ato janë baraz me 1800 apartamente. Dhe të gjitha këto para vitit 2014. Miqtë e mi, Edi Rama nuk do pranoj kurrë të heq imunitete. Edi Rama nuk do pranoj kurrë të shkarkoj Lubi Ballukun apo t'jap dorëheqje. Nuk duhet gabohemi. Jo, Edi Ramën do ta heqim ne. Do ta heqim ne, populli opozitar. Do ta heqim ne, populli opozitar. Askush mos të ketë iluzion se Edi Rama ikën me vot. Jo kur. Por sot nuk ka shqiptar që beson më se Edi Rama ikën me vot. Mund të ketë tek këtu njerëz që besojnë se mund të ikën me drejtësi. Naivitet. Naivitet. Jo, kur. Aja është i gatshëm ato 84 mandate ti përdor si bajoneta krimi kundër drejtësisë, kundër qytetarëve, kundër kushtetutës, kundër ligjeve. Atëherë vota jo, drejtësia jo, do t'jenë qytetarët, do t'jenë idealistët, do t'jenë guximtarët, ata të cilët do të hedhin Edi Ramën në banesën e turpit historisë. Do t'jenë ata që do i rezervojnë Edi Ramës atë që i ka rezervuar popujt e shtypur, Idi Aminit, Ghedafit, Mobutus, apo ata që i rezervuan kombet e largëta, Nepali, Bangladeshi, Sri Lanka, diktatorëve autoritarë si Edi Rama. Miq, zhurmë e madhe, opozita, kuj ka forsat, kuj ka, mjera ata që i japin Edi Ramës, i japin zemër me gënjeshtra, ja ku është opozita dhe do ja u them unë ju. Ju një njerëz të bekur. Ju jeni njerëz bekur.
Por opozita disa detyra të mëdha, detyrime shumë të mëdha që kishte para jush i ka bërë. Opozita ja doli t'i dëshmoj botës se që përfaqëson narkoshteti shqiptar. Ja doli t'i faktoj botës se si Edi Rama shtroj në fars votën tuaj. Ja doli të faktoj se Edi Rama është armik i egër i pluralizmit, se është një bos i karteleve më të rrezikshme të drogës në Europë. Të gjitha këto ishin të domosdoshme, por të gjitha këto kanë një mesazh. Në këmbë shqiptar, në misionin historik për të larguar Edi Ramën, për të shpëtuar Shqipërinë, për të shpëtuar demokracinë, për të shpëtuar familjen shqiptare. Ndaj dhe ne jemi këtu sot, jam i bindur se me të drejtë, jo pa të drejtë, ka qytetar këtu në shesh, ka të tjerë që na ndjekin dhe thonë, po çfarë do bëjnë këta? Ja u bë kjo, çfarë do bëjnë këta? U them atyre që pyes, keni shumë drejt pyetjen, po u ja fjalën që ne do bëjmë atë, ja do vdesim, ja do rojmë për liri. Mjera ai që provohet me ne. Dhe djeni mirë, se kur ne kemi dalë me këthe motiv, kur nuk kemi humbur, kemi fituar, do fitojmë. Nuk mundet kur një grusht hajdutësh të na nëpërkëm ne, nuk mundet kur një grusht hajdutësh, narkotrafikantësh, të shkelmojnë mbi dignitetin ton, të shkelmojnë mbi të ardhmen ton, të nxjerrin Shqipërinë, ta përzojnë nga Shqipëria, jo kur. Jo, ta harrojnë, kemi dalë në shesh, mos e harro këtë Edi Rama, sheshi është yni, kudo që t'jesh, nuk të ndahemi. Së ndahemi këtu, po t'ja fjallën së ndahemi as në Surrel. Hapi shim sytë, shim të njerëz, marshim drejt Surrelit, po ju themun. A ju në ka shpal luft, ne i shpalim luft. A i ka shpal luft shqiptarve, ne i shpalim luft armikut shqiptarve. Ke prek votën, Timor. Bastard. Harrove ti se daja jytë dhe baba jytë për votën doni ta fustin tanket. Të i kujtoj këtu Edi Rama 20 shkurtin, kur me autoblind përfundove në bunkeret e Enver Hoxhës.